Të janë prerjet më trendit të këtij sezoni? Prerjet më trendet të sezonit në fakt janë, unë zakonisht sugjeroj, si një stilist i flokëve, sugjeroj që t'jemi tek ai stil që ne na shkon. Dhe mos të fokusohemi vetëm që çfarë janë në trende. Patjetër që trendet janë ato që bëjnë një lloj diference, por kjo është ideja se ndonjëherë nuk dukemi të bukur ose të bukura vajzat, sepse tentojnë të zgjidhin disa trende që ndoshta nuk janë të përshtatshme për fytyrat e tyre. Në mod shumë, për momentin janë këto prerjet bob, që quhen të shkurtra, por jo të gjata. Janë këto të shkurtrat fare deri te zona e mjekrës. Përveç kësajt, mendoj që gjithmonë jemi te baza që se çfarë na shkon. Se në përlinja forma të rrumbullakta shumë të fytyrës, ti nuk mund të bësh dot një flok shumë të shkurtër, të drejtë, sepse ndoshta aty ne gabojmë dhe nxjerrim një formë më të rrumbullakët. Ose, gjëja tjetër që unë i sugjeroj gjithmonë, se duhem parë dhe këndet, kornizat e fytyrës dhe gjithçka tjetër, format e fytyrës, dhe do parë dhe tipi i flokut. Dhe në qoftë se ne bëjmë flok të shkurtra të prera të drejta, për zonja apo për vajza që e kanë fytyrën e rrumbullakët, nuk duhet i mbajmë me vi në mes, duhet i mbajmë me vis në anë. Ana fillon dhe na qartëson dhe na hollon pak këndet e fytyrës. Që është domethënse pra edhe vija në mes ose në anë? Patjetër se nëse një vajzë ka flokët e gjata dhe i shkojnë dhe duket më e hollë, në kohën dhe me fytyrë të rrumbullakët, në kohën që ajo i shkurton deri këtu dhe i mban po prapë me vizë në mes, i bie që aty ka gabuar. Do shta viza në anë mund të shkojmë më tepër sepse tregojmë këndë më të holla të